që në një shtëpi ku zakonisht bëhen lojra dhe drama, ata ditën që ta ruanin ata energjinë e mirë, po pos orëve të fundit që ka një lloj krisje të raportit midis Klodit, Elionës edhe Londrimi që po i shikoj që po mban një qëndrim korrekt, ku po i thot gjërat që nuk po i pëlqejnë Klodit dhe Elionës, por është edhe mik i tyre. Do ta nis fillimisht duke dhënë një analizë të shkurtër të raportit që ka pasur Eliona dhe Klodi. Klodi përpara se të fusej në shtëpi në atë klipin prezantues u tregua që është i lidhur ka dikë në jetë. Pra, këtë fakt e bëri publik me audiencën, por nuk e tha për banorët aty brenda, por ka qenë Labinot Rexha kur u fut në javën e tretë që në morinë e informacioneve që lëshoi edhe këtë për Klodin që ka partnere jashtë edhe por po piqet që të luajë këtë lojën. Sa kaq, në prajmin e datës 8 dhjetor, pra afërsisht një muaj përpara, opinionista Leonora Jakupi, e cila në sytë e publikut është si një lloj avokate e Elionës, e tha troç, mua më pëlqen që të shikoj një çift Klodi dhe Eliona. Tani, duke ditur që Klodi është i lidhur jashtë, si mundet ti që ta jepje këtë përshtypje, si mundet ta jepje ti këtë, le të themi, dëshirën tënde, pra ishte një lloj indicie e gabuar që më pas rolli i gjithë ato që ne kemi parë. Sigurisht që tani Eliona dhe Klodi po kapen në pjesën që Eliona e akuzon Klodit që ti po më provokon pas asaj telefonate që kishte me të dashur që më në fund u zbulua dhe pse të gjitha indicet ishte, edhe kur Toni u rifut në shtëpi, i tha Elionës që ndroi larg Klodit se i për të përdor